Dita e Verës është festuar me gjallërinë e Lezhë, ku bashkia ka organizuar një sër aktivitete shkulltorore që kanë mbledhur qytetarët në sheqin Gjergj Kastrioti dhe në kalan e qytetit. Ky masivizim është një moment i bukur për të gjithë lezhjanët, të cilët kanë shndërruar këtë festë në një traditë të mirëpritur. Kënaqësi me vizitu qytetin më të afërm, qytetin Shkodrës, sepse vim nga Shkodra, nga katedrale e Shkodrës, bashkut me trite e korit katedrales, ditë pushimit. Por ta me po shfrytëzojmë këtë mundësi, jo thjesht për një shëtitje të rëndomt, për një piknik, por me njoftë më mirë dhe me konsolidu identitetin ton kombëtar historik, por me shumë kënaqësi erdhme me vizitu edhe monumentin e ri që është shumë i baner qytetit Lezhë, këtij qytetit kastëlasht, që është personifikim i asaj veçantie të kombit ton, që nga lashtësia, e cila duhet vlerësu edhe e cila na bën të veçantë në krejt kontinentin tonë evropian. Parshia jashtë maset, këto të vezlit, të cilëve u shkon kaq përshtatë dhe janë kaq të harmonizume ngjyrat, koloritet e kostumeve kombëtare me moshën e tyre, duket vërtet diçka e këndshme. Me thënë realitetin, si vjet ishte kënaqësi e madhe që u bë këto pranë busit e gigantit komit herojt madh Gjergj Kastrioti. Ishte ditë e shenjtë kjo ditë, se për herë të parë u vendos busi herojt kombëtar këtu dhe festa u bë te busi Gjergj Kastrioti. Dhe për fëmijët ishte krenari. Drejtori i arsimit dhe rinisë në Bashkinë e Lezhës, Keler Sufja, tha se qyteti po i përshtatet gjithnjë dhe më shumë festimeve të ditës së Verës, duke e kthyer atë në një traditë të rëndësishme për komunitetin. Është shumë e vërtet, u bë kohë në fakt që edhe Bashkia e Lezhë është bashku kësaj nisme që gjithmonë më shumë në gjitha qytetet shqiptare po përshtatet kjo festë që në fakt tregon rilindjen, edhe unë dua t'ju uroj gjithë shqiptarëve, po edhe lezhjanëve sidomos, që të kenë një sezon pranveror edhe veror sa më të mbarë. Sheshi Gjergj Kastrioti dhe kalaja e Lezhës janë kthyer prej disa vitesh në pika kryesore të festimeve, duke mirëpritur qytetarë të shumtë që shijojnë këtë ditë me muzikë, valle dhe tradita vendase.